Avokat, ambasada amerikane pati një reagim lidhur me zgjedhje dhe 11 maj. Si e keni lexuar këtë reagim? Ja, pra ti shkojmë. Me që më pyet për reagimin e ambasadës amerikane, unë po e lexoj një ligjërat të drejtë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë. Kjo s'është as mish, as peshk. Kjo as i njeh, as nuk i njeh zgjedhjet. Pra, me këtë do vazhdoj partneritetin. Kur thot me popullin, populli është popull. Populli ka delegu që ka kriju një qeveri, apo jo? Se ka deleguar apo jo është një anë, dhe që duhet të delegojë është ana tjetër. Lidhur me zgjedhjet, se për zgjedhjet ka folur ambasada amerikane. Nuk është shprehur nëse janë zgjedhje të drejta dhe të ligjshme apo janë të paligjshme. Pra, edhe po ta shikosh atë një fotografi të Edi Ramës dhe të partisë tia, të lukunisë së tij, se janë lukuni uqërish ata të gjithë, pa përjashtim. Të tërë nxjinë fytyrë. Pse nxjinë? Se nuk është njohur fitoria, e ashtu quajtura fitore. Se s'bën vaki që me 10.3% të popullsisë të fitosh zgjedhjen, edhe të drejtosh shtetin. Nuk bën vaki. Edhe të fitosh 83 deputet. S'kish bërë vaki ndonjëherë në Shqipëri. Ka ndodhur vetëm në 92. Urdhëni? Si ta lexojmë këtë reagim e ambasadës amerikane? Populli i Tiranës sot një fjalë. Më ka thënë nëna me lagoj. Është tamam që dhe u shpreh, po dhe s'jemi shprehur. Ne me popullin shqiptar jemi në rregull, jemi miq, shqiptarët janë 97% pro-amerikan, pro-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shpresë dhe kemi vetëm të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por qeveria edhe deputet dhe politikanë në tanë janë të tërë për në burg. Dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të urojnë dhe nuk mund të mbështesin dhe nuk mund të komunikojnë me një kryeministër që është në ndjekje penale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që është non grata, Edi Rama. Dhe e pa mundur s'mund ta bëj, edhe ka që ka bërë thjesht për të respektuar ne qytetarët shqiptar. Për të na thënë që ne nuk ju braktisim, për të na thënë që ne jemi me ju, por jo për politikanët, jo për politikën që drejton sot shteti shqiptar. Ndash pozit, ndash opozit. Se janë një pozit opozit e kemi thënë disa herë bashk, PD, PS, baras PPSH. Ose më mirë me thënë rilindje që shkon në rilindjen e Partisë Komuniste të Shqipërisë. Ata janë. Po ata kriminal, po aq kriminal, po aq hajdut, po aq imoral, po aq të pander, të pacip, vetëm nga Partia Socialiste. Deri më sot janë 3 kryetarë bashkish me kurvëri në përzyrat e tyre. Ky i fundit e bëri Teure Lekli të Met Peçi. Të tjerët e kanë bërë në përzyra. Ndash Bici, Gici si e ka i Kuksit, në dash Shukriu i Dibrës. Ore, këta kanë dalë me brek në përkëm për të marrë pushtetin. Dhe ose kuptoj këta shqiptarët, këto rrethe ku janë bërë këto zgjedhje, ku kanë dalë këta deputet. Ore, janë shqiptarë këta si janë. Si e pranojnë këtë qelbësirë që ti qeverisë dhe ti përfaqësoj. Qoftë Gici, qoftë Shukriu, qoftë këtë tjetëri. Dhe këti të Shukriu të abëri mira e që u tha, gjysmët janë qyryk. Ku vene e votojnë këta? Pse nuk protestojnë? Pse nuk u ngritën gjithë dibranët e të thoshim, pas faqen e zezë, ku këfyën ti? Mos i quan gratë dhe burraton ati, burratanti ati, ato që ke në zyra ati që u del, shkojnë në përzyrat e varësive pa brekë? Pra këta e drejtojnë aktualisht Shqipërinë. E me këta politikanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotëri nuk do vendosin marrëdhënie. Akoma nuk ka ambasador, ka një të ngarkuar me punë për të mbajtur, për të kryer funksionet protokollare diplomatike, por në asnjë mënyrë që të njohin qeverinë dhe parlamentin e dalë nga këto zgjedhje. Nuk njihet. Pse nuk ishte më e qartë ambasada amerikane me këtë? Për ata që kanë mend në kokë, dhe për ata që i lexojnë rreshat
mesazhet që dërgoi ambasada amerikane është shumë e qartë. Ambasada është ambasadë, nuk është dyqan perimesh që vetë thotë nuk dua këtë po dua kështu, nuk e dua të bardhë, po e dua të kuqe. Avokat, pas këtij reagimit të ambasadës amerikane, çfarë pritet do të ndodhë me Shqipërinë? Unë pres të ndodhin arrestimet. Kemi 3-4 muaj që po i presim, avokat. Po mirë. Do vazhdojmë akoma. Po dhe fëmija do 9 muaj që të lindë. Do presim. E din ata kur do t'i fillojnë dhe si do t'i fillojnë dhe si do t'i bëjnë. Ata presin që ky hebreu që drejton Shqipërinë sot, Edi Rama, se është hebre, kemi thënë ata, pret që t'jap dorëheqjen dhe të anullojë zgjedhjet. Ka vajt ultimatum apo? Unë thash presim. Nuk di ka vajto përse, nuk lexoj kablogramet e tyre, as e-mailet e tyre. S'kam ku dëgjoj. Por di që ai me skandalin e McGonigallit, ai në Amerikë është person në hetim. Dhe amerikanët nuk e pranojnë një mostër të tillë si Edi Rama që ta quajnë kryeministër të Shqipërisë dhe të kenë marrëdhënie të rregullta me të. Është absolutisht e pamundur. Nuk ndodh kjo. Prandaj dhe nuk po shprehen, nuk shkojnë më tutje amerikanët. Kaq. Avokat, kur thoni presim arrestime, arrestimet duhet të vinë në nivel të lartë politik? Flasim për nivel të lartë, nuk flasim për këta hajdutët e... Se arrestime po ka, avokat, në nivelin e krimit organizuar? Të lutem, është tjetër gjë që të merret prokuroria me kriminal të organizuar, me krimin organizuar që janë drogmen edhe ka dhe vrasës e hajdut e tjera, dhe tjetër gjë të flasim për krimin politik, krimin zgjedhor, krimin kombëtare, vjedhjen e pasurisë kombëtare. Në Shqipëri vjedhur pasuria kombëtare, zotëri. Dhe nuk po ndihet njëri. Jo pa qëllim, ndoqën strategjinë e përzënies dhe të largimit të shqiptarëve me të vërtet të fuqishëm, në zonën jashtë shtetit. U thanë ikni, vetëm ikni. Sepse këtyre mostrave, kësaj lukunisë së uqerve dhe qenëve të tërbuar që qeverisin sot Tiranën, u mjafton shteti Skënderbej dhe të kenë ato në komandë dhe janë në rregull. Prandaj them që unë e pres goditjen amerikane, goditjen e arrestimit, domethënë, nga spaku të këtyre mostrave e pres nga ora në orë. Nuk di dhe nuk kam si ta di çfarë ka spaku, nga kush trembet. Çfarë presioni i vjen spakut, nga kush. Dhe të dalë ai Altin Dumani thotë, ore zotëri, muri kanë, pse shkojmë tutje? Po denoncojnë për ditë vjedhje, grabitje, kështu abuzime, shpërdorim detyre, tenderat pa ligjshëm, miliona e miliarda euro të vjedhura dhe spaku rribës e ir. Qa është ky spaku? Do vazhdoj të ri kështu, dhe të vazhdoj të ri, në rregull. Unë s'kam që bëj, unë qytetar jam, unë gojnë kam, edhe drejt e votës. Gjë tjetër s'kam, si qytetar, por që të pranoj që spaku që u ngrit me gjitha të zhurmë, me gjitha të buj, dhe të flërë, Altin Dumani, për mua, tani, unë e quaj bashkëpunëtor të tyre, të Edi Ramës, pik. Ose vasal të Edi Ramës, dhe të zgjedhjet të marrë Zoti Dumani. Zoti Dumani je vasal i Ramës, je ushtar i Ramës, apo je i paft? Qarë je? Apo je frikasak? Shprehu, thuaj shqiptare, pse nuk bën arrestimet? Se i ke të tëra denoncimet, i ke me thasike, me makin i ke dokumentat. Makinat të mbushura, plot, karoceri. E kupton një gjënë e kalën kjo institucion spaku Shqipërinë, e kalën në duart të kriminelve, të gangsterve. Ore zotëri të spakut, o bëni detyrën ose ikni ande nga ato zyra. Largojni, se ka dhe me vajzas të shkëlqyera Shqipëria që zbatojnë detyrën edhe ligjin. Dhe nuk ka mbetur në mëshirën tuaj. Avokat, ndoshta spaku kuptoi që premtimi i Ramës që tha ne do e vazhdojmë strukturën e posaçme
qofse fitojmë zgjedhjet, ndërsa Berisha tha ne do shkrim SPAK-un. Ishte një lloj joshje ndaj prokurorëve të cilëve u mbaron mandati se e kanë mandat 7 vjeçar. Edhe kjo bën vaki. Edhe kjo mund të ndodhë. Dhe ka gjasa që kjo të jetë arsye që SPAK-u nuk vepron, po ka një arsye themelore më të madhe akoma. Kush e paguan SPAK-un? Kush e krijoi SPAK-un? Ku kanë firmosur prokurorët e SPAK-ut që do bëjnë ligj, do zbatojnë ligjin? Se ata nuk e kuptojnë që jo vetëm që ndihmën e këtyre dyve nuk do ta kenë të këtyre gangsterëve që drejtojnë politikën shqiptare, Rama Berisha, nuk do ta kenë s'bëhet fjalë fare, por ata do vënë vetë brenda se nuk do ta lënë partnerët tan amerikan drejtësinë në duar të Berishës edhe të Edi Ramës. Këtë gjë duhet ta kuptojnë ata dhe ta dinë mirë që Edi Rama dhe Sali Berisha nuk kanë çfarë të bëjnë. Nuk i shkrinë dot, se nuk i ndërtuan, nuk e ngritin ata atë strukturë. Ajo është një strukturë e ngritur me ndihmën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, e paguar dhe që paguhet akoma sot e kësaj dite prej atyre marrë nga 10.000, 12.000 dollar në muaj ata, para të thata, kesh, lere pastaj që kanë këto benefitet e tjera, karburante, telefonë, lëvizje të thash. Pra, si kuptoj fare, sinqerisht nuk i kuptoj. Dhe në qoftë se ka fajtor që krimi politik sot funksionon për bukuri, është SPAK-u. Unë akuzoj direkt. SPAK-u mbron kriminalët, hajdutët e politik të Shqipërisë. Hajdutët që qeverisin dhe kanë qeverisur Shqipërinë në këto 32 vjetë. Është SPAK-u që po i mbron akoma. Dhe tani që flasim bashkë. Në janë burrat bëjnë detyrë, në mos po të dalën tonë se bëjmë dot, të kthejnë paratë që kanë marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se nuk ja merr dot $1 Amerikës ti pa i dhënë llogari dhe pa kryer detyrën për cilën i e paguar. $1 nuk i merr dot, jo këto miliona që kanë marrë këta. Pra po them, fajtori themelor në Shqipëri dhe mbështetësi, nxitësi kryesor i hajdutllëkut të politikanëve shqiptarë është drejtësia shqiptare. Në dash drejtësia ekzistuese që ka qenë me vite, në dash dhe kjo struktura e re SPAK-ut që është ngritur. Këta e fajtorë kryesor, këta akuzoj. Nuk akuzoj më Edi Ramën. Edi Ramës i kemi varur ujë ku të mëqit në qafe dhe do bëj punën e tij si ujë që është. Këta pse janë. Dhe përse rrinë, më qa presin që të bëjnë arrestime se këtë... Do më thoni ore zotri, ju, juristi SPAK-ut. Do më thoni, jam qytetar, jam avokat dhe po i pyes. Çfarë ju pengon të zbatoni ligjin? Kush ju ka lidhur të kë me duar? Me, po themi, klasën politike, nëse SPAK-u vepron dhe arrestohet Edi Rama. I thjesht problemi. Ata nuk janë të njohur, ata nuk janë të ligjshëm. Qeveria teknike është krijuar në Shqipëri, në Tiranë. Është gati. Se nuk flasin mediat avokat për qeverinë teknike. Po se mediat janë të Ramës e të Berishës, cila media do flasi? Nga kush pret? Këta në të tërë televizionet e tyre. Flet televizioni shpresa ditë për ditë, shikojeni. E keni në YouTube. Shikojeni tëra deklarimet. Unë atë pres të zbatojnë, të realizohen ato që thuhen dhe që deklarohen në televizioni shpresa. Është i vetmi televizion që flet të vërtetën dhe që u vë pikat mbi. Sa do që ta shtyjnë këta, dëgjoj zotëri, këta mendojnë që do ta shtyjnë si ta shtyjnë. Edhe praktikisht këta kanë një mbështetje të fuqishme të Serbisë, të Greqisë dhe të Moskës. Edhe të Francës natyrisht. Dhe mendojnë që mos e jemi në Evropë, ne shqiptarët do të gënjejmë me vajtjen e Bashkimit Evropian. Nuk do vënë shqiptarët në Bashkimin Evropian zotëri. Shqiptarët do t'i bashkohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atje ku kanë nderin dhe prestigjin. Jo tek LGBT të Evropës. Këta kot shpresojnë dhe kot mbajnë shpresë se hajtë se do vemi në Evropë, nuk do vemi në Evropë. Dhe nuk duam të vemi në Evropë. Unë them, unë e deklaroj publikisht, kur nuk dua të bëhet Shqipëria antari i Bashkimit Evropian. Se Bashkimi Evropian është një konglomerat, një bashkim lenjer që nuk mund të bëhet se janë kombe të ndryshme dhe popuj të ndryshme që cilit gjëmë njëri tjetrin. Se Evropa zotërin nuk është Australi, apo Amerika, apo Zelandere, apo Kanada. Jo zotëri, shtetet evropiane janë shtete kombe.
Janë të lidhur njerëzit me njëri tjetrin. Nuk i përçan dot, nuk i bën dot ti si do ti. Janë munduar deri tani evropianët që të na përçajnë. Janë munduar që të na bëjnë një shtet kozmopolit. Janë munduar që të na bëjnë një shtet shumë kombësh. Nuk kemi shumë kombësh zotëri. Ne shqiptarët jemi autokton këtu me mijëra vjet. Ne nuk kemi punë me Evropën fare. Dhe nuk i duam t'i shohim këtu fare. Mundësisht i qërojnë dhe ambasadat. Po ku do mbështetim avokat? Roft Amerika. E kemi thënë. Lobi më i madh në Ballkan është lobi serb në Amerikë. Edhe një herë. Lobi më i madh. Po kush e ka pyetur? Ç'na duhet që është lobi serb? Atë ke lobin serb, qifut, grek. Më i madh po flas. Në çdo rast, po, rusët edhe vendosin ata, ha? Jo më zotris, vendosin do ata. Në Amerikë vendosin ata që kanë ndërtuar Amerikën. Dhe ata që kanë ndërtuar Amerikën janë shqiptarët. Dhe i pari që ndërtoi Amerikën që kemi sot dhe që ka bërë kushtetutën amerikane është George Washingtoni me nën shqiptare, 100% shqiptare. Pra, ajo lidhje gjaku e George Washingtonit, e George Bushit, i cili erdhi dhe vajti në vendlindjen e të parëve të tij, stërgjyshëve të tij para 300 vjetësh që kanë nga fushkruja, vajti hoqi, përveshi mëngët, hoqi gravatë dhe çdo të tregon se është gjë e trupit. Tregon që vajtja vetë në shtëpi. Ashtu thanë fëllëqësirat, ashtu thanë plerat e kanaleve shqiptare. Thani vodënor, absolutisht e pavërtet. Absolutisht mashtrim gënjeshtër publike, paqin faqen e zezë. Po pse u krijua gjithë ajo gënjeshtër avokat? Po kush e bën serbën me grekën për zotëri? Se e pan ishte pështrim surrati për ata, vajtja e presidentit Bush me pa gravat edhe përveç i këmishët. Jam në shpitime, tha. Dhe tamam ishte në shpitina dhe unë e ti, dhe unë e të parve të ti. Dhe këto pislëqe që bëjnë këta, që thuren gjithmonë, këto intriga që thuren në Beograd, këto zbaton ky hebreu, ky i pa fytyri Edi Rama, këto zbaton, këto. Gjithçka mund të jetë Edi Rama, po shqiptar jo. Shqipfolës, po shqiptar jo. Avokat, si shpjegohen që Shqipëria nuk njihet për asnjë prodhim të vetin deri tani? Po kush e lejoi Shqipërinë që të prodhojë ti? Nuk e shikon ligjet që kanë bërë ta? Më hape një temë tjetër tani. Ligjet më antikombëtare i ka bërë Parlamenti Shqiptar, politikanët shqiptarë, spionët e Beogradit e të Atinës, me qëllim që Shqipëria të importojë domate, kastraveca, tranguj, patligjane, pjepra, shalqi, të importojë nga Maqedonia, nga Greqia dhe nga Serbia, dhe të mos prodhojë vetë. Dhe tokat tona rrinë shkret, djerë, sepse kanë vënë taksat të tilla që është e pamundur të punojë bujku shqiptar. Do marrim një shembull. Unë do marr shtetin grek se kam jetuar atje. Në shtetin grek zotëri, ai bujku, fermeri, e paguante naftën për traktorat me 30% të vlerës. 30% të vlerës. Këtu naftën ai bujku për traktorin, për zetorin e ti që do punoj tokën, e paguan 100% si që e paguan dhe ai që ka veturën. Pra, këta në armiq të betuar të këtij vendi. Kjo klasë politike, ndash PDPS edhe të tërë lukunie e qënve të tërbuar që hahen si qënë tani në korit atje në zgjedhje në këto, e tëra ka punuar kundër Shqipërisë. Edhe punon kundër Shqipërisë. Dhe pas tyre vën vetëm lamashër, zagar dhe njerëz interesatgjë, jo kombëtar, jo njerëz që duan vendin. Unë e kam thënë, e them dhe do ta them. Unë kam luftuar në kuptimin që kam mbështetur ndonjë forcë politike që ka menduar se ishte për shtetin, jo për pushtetin. Po në fakt shqiptarët luftojnë për pushtetin se duan, secili kërkon të vjedhë sa më shumë. Prandaj nuk kam asnjë mbështetje te këto forca politike që kandiduan edhe bën, dhe prandaj dhe nuk votova. Se për këtë votosh. Këta janë të tërë qenë të tërbuar vetëm për të vjedhur, për të vrarë, për të grabitur. Ose si e krahason ushtrinë që kishim ne para 91-shit me ushtrinë pas 91-shit? Është prapë tek ajo politika antikombëtare që kanë ndjekur qeverisë shqiptare që nga 92 e këtej. Shkatëruan ushtrinë, shkatëruan armatimin, shkatëruan gjithçka,
shkatruan industrinë. Ore, këta kanë ardhur në Shqipëri, në politikën shqiptare, janë mbajtur deri tani nga LGBT-q të Evropës dhe nga banditët e Beogradit, kanë ardhur vetëm për të shkatruar Shqipërinë. Është Çubriloviçi, sërb që zbatohet ditë për ditë në Shqipëri. Janë larguar 1 milion shqiptarë, zotëri. Më bukur se që kanë zbatuar këta politikën e sërbit, nuk ka, edhe vetë sërbët të vinin këtu, Miloševićin të sillen në Shqipëri ti, që të qeverisë Shqipërinë, më mirë se, më shumë se këta nuk do bënte. Këta janë të tërë armik të betuar. Ure ka janë t'i takosh në zyret, në rrugët i pështysh, të tërë. Madje e hedhë dëmë pështyme të edhe këtyre. Këtyre duhet të hedhësh fekale të rinjve, kur i shikon në rrugë. Sepse janë antikombëtar, janë anti-shqiptar, kanë vrarë dhe po vrasin një popull të tërë. Këta kanë bërë genocid në të tëra drejtimet. Por, krimin më të madh që kanë bërë me zhdukjen e 500 uzinave dhe fabrikave shqiptare, me zhdukjen e miliarda dollar armatime dhe pajisje ushtarake që i kishim të mirat të liga, po i kishim. Se do marrim një rast, marrim aeroplanin reaktiv MiG-21. Është në fuqi sot, është në punë në shumë shtetet të botës të Evropës. Ndërsa këta e morën çuan në Kuçov për skap. Ore, nuk ke gati kapësh këta, prandaj unë pres ditë për ditë të arrestohen. Ndryshe Shqipëria pastaj të harrojnë hartën e Shqipërisë. Avokata, ka pas Shqipëria kapacitete ushtarake të mjaftueshme për të luftuar? Për të luftuar me vite të tëra. Për të luftuar me vite të tëra, po ta them unë. Ne kishim 1100 tanke, zotëri. Ne kishim me qindra grykazjarri. Ne kishim 130-140 avion supersonik reaktiv, që janë edhe sot e kësaj dite në punë në vendet ndryshme të botës. Qoftë MiG-17, 19 dhe 21. I kishim orë, zotëri, i kishim, të tëra i kishim. Ore, këta kanë vepruar me urdhër të Beogradit, gjithçka që kanë bërë me urdhër të Beogradit. Këta kam thënë dhe në për intervistat tjera kur ishim në Greqi. Qeveritë shqiptare punojnë për Beogradin. Se ai i krijoi Dušan Mugosha me Miladin Popovićin, me spionin e tyre, me kryeagentin e tyre Enver Hoxhën, edhe me agentët e tjerë pasaj që vazhduan dhe sot të kësaj dite dhe i kenë pushtet. Me Sali Berishën, me Edi Ramën, me Fatos Nanu, të tëri kënë pushtet. Kush e bëri ligjin 7501? Ramiz Alia me Wilson Ahmetin e bënë në 91-shin. Edhe këta bëjnë dhe një tjetër, për ta denigruar Sali Berishën, i thonë ke bërë 7501-shin. Jo, zotëri, e ka bërë Ramiz Alia me Wilson Ahmetin. Sali Berisha bërë atë tjetërin që nuk e revokoi atë ligjë. Dhe unë ja kam thënë, dhe e them prapë dhe sot, i kam vajtur në zyrë, në 97-ën, më ka pritur, kam në një ore 25 minuta në zyrë, sa lëvizën kareke si kur kishë gjima se nuk u ipte do të përgjigje pyetjeve të mia, që i thashë pse nuk revokove vendimet e Kongresit Përmetit, pse nuk dhe pronarëve të ligjshëm, pse vuren pushtet njerëz të korruptuar, e të tjera. Çfarë përgjigje jepte? Dëgjoj përgjigjet. Për 7501-shin tha, humbisim elektoratin. 1. Për pronarëve të ligjshëm tha, nuk do ngjallin prap, tha, vërlacët me shok. U bën 2. Për prishjen me Amerikanët atëherë, tha, po unë nuk pranoj, Amerikanët tha më kërkuan, tha që të hypja ishullin e Sazanit, tha. Unë nuk do bëj atë që bëri Ahmet Zogu, tha me Shënaumin. Zoti Berisha të më ndjekë njërës e tu e të dëgjojnë këtë që po them. Edhe po e burë dile për gënjështroj. Unë jam zase islami të flasë balë për balë, sy në sy. Dhe për vendimet e Kongresit Përmetit nuk do na kupton të populli, tha. Dha ca përgjigje si kur kishtë bëndën me një fëmijë të klasës parë aty. E kupton, pse se fliste në apozitat e forcës? U ka ardhur fundi këtyre, zotëri. Unë i shoftë arrestuar të tërë këta. Më pas ke pas ballafaqim me Berishën? Jo, s'pranoj më kurraj. Absolutisht jo. Desha të takohen në 2005, kur erdha nga emigracioni, dhe absolutisht nuk pranoj. Jam i zëli, tha, asaj sekretares. Voka, po pse u kthej nga Greqia? Pse u ktheva unë nga Greqia? Në 2004 që Greqia bëri lojrat olimpike, Greqia mori fund. Dhe nuk kisha dokumentat, sepse me mbiemri islami mua nuk mi bën kur dokumentat, asnjëherë.
Dhe nuk isha më qartë të bëja. Do me në s'kisha më mundësi ekonomike për të jetuar atje. Kaq. Po integrimi në Shqipëri pastaj ishte i vështirë? Absolutisht jo. Kisha ja, si që shkon, jam në zyrën time, jam në shtëpinë time. S'pata në ju. Mua, atë që më bën këta kriminellit, këta uqrit, këta fëllëqësirat e Partisë Socialiste, që nuk njohin diplomat e fëmijëve të mi. Nuk i njohin. Diplomat greke funksionojnë në gjithë botën, në gjithë universitetet e botës. Madje për këtë çështje kam kontaktuar dhe me ambasadoren e Greqisë këtu në Tiranë kur kishte një fest Arsakjo për diplomantët, që kishte ardhur dhe një nga linguistët dhe kreu i studimit të gjuhës greke. Ja harrova emrin si e ka ai tani. Dhe kur i thash asaj që zonjë, pse nuk ndërhyni që të njihen diplomat tuaj, se diplomat tuaj shkojnë gjithë botën. Kemi 2 vjet tha që merremi me Edi Rama, tha që luftojmë për këtë punë, tha dhe Edi Rama nuk dëgjon, tha që ndryshoi. Se e bëri Edi Rama në funksion në interes të Enver Qilit. Ore ky i ka të tëra zeda, mo, ky është super bandit, mo, po ky është një fëllëqësirë kombëtare, mo, ky është Edi Rama. Vret, nuk i vret me pushk, si që vrau paraardhësit i Enver Hoxha shqiptarët, po i vret duke mos u njohur diplomat. Kujtë, cilëdo shqiptar që ka studuar në Perëndim. Dhe të gjithë këto i bëri në funksion të Enver Qilit në 2015. E kuptosh ku që janë këta që po na qeverisin? Ore këtu duhet ngritur i gjithë popullin në këmbë, por nuk e kuptojnë që atë hall që kam unë sot e ka çdo shtëpi. Po pse nuk ngrihet? Kush të ngrihet? Populli. I duhet një shkëndij. Po nga po e presin shkëndij. Se di, unë mendoj që i duhet një shkëndij. Sepse duhet të dinë që atë të keqe që më ka bërë mua Edi Rama, do t'ua bëj të tërëve. Unë po t'jap një shembull konkret, original, më dëgjoj me vëmendje zoti gazetar. Bashkë me një nga fëmijët e mi ka mbaruar dhe djali i një deputeti që unë e kam komshi këtu poshtë. Të njëjtin fakultet, me të njëjtat kredite, me të njëjtat kriteret, absolutisht të njëjtë fakultet. Atia ja ka njohur diplomën master shkencor, ndërsa fëmijës tim bachelor. Ky është Edi Rama, ky është krimineli, ky është bandit. Mos e ka pas personale me ty? Atë nuk e di me kë ka pasur. Ligjin e ndryshoi në 2015. Nuk e di me kë ka pasur. Dhe paradoksi tjetër, i drejtësisë shqiptare është që me të njëjtat kredite, me të njëjtat lëndë tjera, njerëz fëmijë, të 2 fëmijët e mi që kanë mbaruar jashtë, njerëz që njohin master profesional, ndërsa kësaj që kanë mbaruar juridikun, bachelor. Ore këta janë bandit në të tëra sferat e jetës këta, po mi të gjitha kanë kapur drejtësinë edhe s'ke që bën. Se thoshtë të populli kur të zë, ka tiu sa bën njeri davan. Kjo është. Avokat, shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit unë ty.